çfarë dëgjoj këtu. Jo, prandaj po them. Po pra, po çfarë rëndësi ka mendimi im, a e kam Po ka shumë rëndësi, mos e je ti person. Kjo është e gjitha. Jo më se ta mund manipulojnë. Ta më këta gjithë. Mos e to i ke shoh. Jo, këta mund manipulojnë. Kurse ti nuk manipulon. Se nuk manipuloj. Ti e thua të vërtetën ashtu si është. E përmendi gruan time, po apo jo? A është mirë që përmend gruan time? A është mirë? A është mirë që e përmend gruan time? Nëse unë pas ka mendimin ka është vërtet dhe të sinqert. Çfarë seroj? Ato që thua ti apo ato që them unë? Çfarë problemi ke ti me mua se Po s'kam asnjë problem. A janë rregull? Po, s'ka asgjë për të diskutuar. E di pse. Sepse ti ke folur, jo. Ti që i përmend vithet. Çka kam folur? Po se burim pjesët e truprore, është marrë për ty më. I dashur publik, kjo është Greta. Gjithë situata jote, gjithë situata jote është vetëm aty prek. Po, okay, ja sqaroj. Edhe ndoshta me mbarimin e këtij sqarimi do të s'ka asgjë për sqarim. Kjo është o publik, kjo është Greta. Kjo është Greta, o publik. Kjo është ajo që Kjo është Greta, o publik. Kjo është ajo që prek. Kjo është o publik. Që e dëgjova unë pra. Kjo ofendon një femër tjetër. Nga pjesët e pame, e jashtme të trupit. Kjo. Se problemi është jo çfarë thuaj, problemi është çfarë do ti të dëgjosh. Kjo që shpifë për çdo gjë që ka të bëjë. Jo më çfarë të dëgjuar ti që ti e pas e kesh të rëndësishme që në të gjitha të situata është madhe të sqarojë ti fjalë. Kjo fjali është. Për të cilën kam thënë, nëse është keq interpretuar, i kërkoj falje mirë. Nuk ka qenë akuz, nuk ka qenë mendim i saktë, nuk ka qenë identitetin e vetë ajo fratela. Që ti ke kundra, e ka bërë me dy zhishe të mos e kam zerrën libjen, po do të përdorë se situatë, e ka bërë me njerëz që i ke kundra. Ti di për çfarë ka ti jetë shpif tani. Jo se di. Do të thuaj ti kush e nxorr libjen, e dorë që ke përmendur këtë lloj situate me njerëz të tjerë dhe s'ka ke kërkuar mua. Se s'ka ke kërkuar mua. Këtë sqarim ose këtë dyshim pa karakter dhe pa fytyrë, dhe ta ka hiperbolizuar situatën. Situata ka qenë kështu. Ja, o fratela, leni ato. Rrugtimin tim të Big Brother nga dita e 1 deri ditën ku ishte mula atje. Sepse kishte interes dhe po vazhdoi që ti nuk e provuar mirë falje në Prime për fjalën që ka dëgjuar dhe po më akuzonte mua sikur unë kam dashur të tutë.